Ju përshëndesjemi sërish së bashku për të trajtuar një temë jashtëzakonisht të rëndësishme që lidhet me automjetet. Kemi një boom të automjeteve që vijnë nga tregu aziatik, i mjeteve elektrike, do të flasim për moshën e flotës që mbetet e madhe, do ta trajtojmë në kuadër të shifrave, por një informacion i plot në fakt do të vinë në këto minuta që ne kemi në dispozicion. Jemi nisur nga fakti që tregu i makinave në Shqipëri zjen atë që ne konsiderojmë si në kuptimin e plot fjalës. Nga viti i shkuar kemi standardin Euro 5, ndërkohë që po diskutohet edhe Euro 6. Kemi pasur jo pak, pothuajse 100.000 makina që kanë hyrë në Shqipëri në vitin e kaluar, ndërkohë që zhvillime të rëndësishme kemi edhe për sa i përket automjeteve elektrike, të cilat janë bërë dhe si trend në fakt dhe që kanë ndikuar në shumë familje shqiptare të ndryshojnë deri diku edhe infrastrukturën, gjithsesi kur the infrastrukturën në momentet e karikimit. Çfarë po ndodh me këtë treg në Shqipëri dhe kemi dhe një listë, sepse kemi hyrë dhe në një moment tjetër, është Drejtoria e Shërbimit Transportit Rrugor që ka hartuar një listë, aty kemi jo pak, por 256.000 debitor. Tani, për ta kuptuar gjithë këtë dinamik të këtij tregu, ne do të kemi një analizë në studio në dy këndvështrime. Nga ai një ekzekutivje në tregun e sigurimeve, zonja Venera Xhillari, përshëndetje, mirë se erdhe, kënaqësi që kam studio. Dhe është një sipërmarrës të tregun automjeteve, zotin Dorian Dogjani, mirë se erdhe. Faleminderit. Më lejo ta nis me ju, zot Dogjani. Ne kemi shifra që konsiderohen të rëndësishme. Çfarë dua të them me këtë? Që në vitin që lan pasur, ne marrim si pikë referencë në vitin 2024, hyn në vendin tonë thuajse 100.000 makina. Tani, a është ky një fluks i lartë dhe me çfarë do ta lidhim sa i takon tregut tonë? Duke u nisur nga statistikat, unë nuk mendoj që pse është një fluks i lartë, sepse 750.000 familje janë në Shqipëri. Edhe po ta pjesëtosh me 3.2 pjesëtar në familje, i bie 1 në 6 persona ka një makinë. Pra është 16% e shqiptarëve zotrojnë një makinë. Dhe më duket krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, jemi shumë ullët drejt kësaj. Kjo 100.000 makina që janë futur në tregun e Shqipërisë, kryesisht kanë ardhur nga vendet aziatike, si që janë Kina dhe Korea. Nga Kina kryesisht janë makina elektrike, ndërsa nga Korea kanë ardhur makina kryesisht të prodhuara me standardin e Bashkimit Evropian dhe për lidhje ka një lidhje të fortë çmimi dhe cilësia. Prandaj është ky një interes i lartë, se unë thash pak zgjani më herët që ne një pjesë e mirë familje po ndryshojnë, ndoshta edhe kur them infrastrukturë nuk janë për rrugët, jo, mënyra se si nuk shkojnë marrim karburant ose karikimi që vjen në këtij, po janë të bukura kur i shikon, ëh? Patjetër që janë të bukura, po veç e përmendë rrugët, ne edhe pas shumë vitesh ne do jemi në një kohë më moderne, po do ecim në rrugë më të vjetra. E di pse është rritë importi makinave, kryesisht sepse mungesa e transportit publik dhe cilësia e transportit publik, përdorimi një makine nuk është më luks, por është domosdoshmëri. Dhe për këtë punë gjithë njerëzit, nga kursimet që kanë parë një hapësirë që blejnë një makinë nga shkursime sa kanë mundësi në tregun Koran, sepse tregu Koran ofron brendet të prodhuara në Bashkimin Evropian me një vlerë, mund blesh një Mercedes me një vlerë 10-12.000 euro, ndërsa nëse blen në Bashkimin Evropian është 2 fish. Çka janë në gjendje, këto makina që importohen nga Korea, gjendja realisht është e mirë, por nuk ka ndonjë standard dhe ndonjë filtr ose kontroll për këto. Ndonjëherë ka dhe jemi kthyer si varrezë. Vjen keq, po Shqipëria është thyer si varrezë i importit të makinave të prodhuara në Bashkimin Evropian. Asnjë vend, jemi kthyer destinacioni i fundit, askush nuk i pranon makinat e prodhuar në Bashkimin Evropian që kalojnë mbi 15 vite. Dhe destinacioni i fundit është Shqipëria, sepse në Shqipëri blihet një makinë, sepse është e lirë në çmimblerje, por neve na kushton shtret për ta mirëmbajtur, ka kilometra të manipuluara, ti blen një makinë për 100.000 kilometra, ndërkohë ajo ka 300.000 kilometra, dhe prandaj Shqipëria është një fush me lule për të importuar makinat mbi 15 vite. Qartë. Zonja Xhillari, si e sheh? Bëjmë një aktualisht ka një trend shumë në rritje të eksportit të makinave nga tregu aziatik.
Ka direktivat të Bashkimit Evropian që deri në vitin 2030, skenari për Shqipërinë duhet të jetë 11.5% të mjeteve të jenë mjetet elektrike. Ndryshimet teknologjike janë të gjitha drejt makinave elektrike. Për shumë arsye, sepse e para që janë krijon shkëput varësi nga motorët me djegje të brendshme, kanë një eficiencë më të lartë energjie, kanë kostot të lartë në blerje, por nuk kanë kosto gjatë jetës makinës. Përsa i përket hyrjeve në Shqipëri, është një fenomen që nuk është i këndshëm, sepse kemi hyrje shumë të mëdhaja, po ka dy lloj kategorish. Kemi dhe mjetet të reja elektrike, po kemi dhe shumë mjetet të përdora, si që përmendi dhe Doriani, që janë mjetet të përdora, po janë të pa kontrolluara kur hyn këtu. Që do të thotë, nuk janë të standardizuara. Fakti që ne jemi pjesë e BE-s dhe flotët më të mëdha të makinave i kemi sipas standardeve evropiane, të gjithë këto makina që hyn nga tregu aziatik, jo të gjitha, por pjesa më e madhe e tyre nuk kemi një kontroll ose një standardizim i tyre, sepse këto do lidhen gjitha me pjesët e këmbimit, do lidhen të gjitha me pasojat që mund të sjellin, që këto siç mund të lidhet edhe me pasojat që do të kenë kompanitë e sigurimit për shkak të aksidenteve. Pavarësisht hyrjeve, në Shqipëri kanë dhe problematika të tjera. Më kryesorja është me infrastrukturën. Infrastruktura që lidhet me stacionet e karikimit të këtyre mjeteve. Ka goxha iniciativa dhe po përhapet, Shqipëria ka një komoditet në përdorimin e makinave elektrike, sepse me 400 km mund t'i biesh, po themi, nga Saranda deri në Vermosh. Sepse mundet ta përballoj me një karikim. Por problemi është për lëvizjet e gjata, duhet që të kemi stacione karikimi që të mbulojnë gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe pjesa e infrastrukturës nuk është e kaq e zhvilluar saqë është fluksi i madh i makinave elektrike që po hyjnë. Pavarësisht këtij fluksi, përqindja e makinave elektrike është 3 deri në 5% të flotave që qarkullojnë në vendin tonë. Si e zbuluam ne këtë treg dhe çfarë bën më shumë joshës, përveç disa elementeve që ju realisht i përmendët ose asaj që është direktiv dhe trendit se ku po shkojmë? Atëherë, çmimi dikton tregun. Në vendin tonë çmimi është, domethënë, çmim cilësi shikohet ky raport për koncesionarët dhe për makinat e reja, por makinat që janë të përdorura që hyn nga ky treg është çmimi që i dikton. Dhe nisemi nga çmimi dhe nga fakti që makinat elektrike nuk ke kostot mujore për karburantin, sepse ti ke vetëm karikimin e këtyre. Por meqense makinat elektrike janë të 10 vjeçarit të fundit dhe 5 vitet e fundit janë të reja, si hyrje, dhe 5 vitet e fundit kemi një rritje të fluksit të këtyre makinave, nuk kemi provuar akoma baterit, sepse akoma funksionojnë me këtë lloj baterit. Pjesa më e kushtueshme e makinave elektrike, që kanë paketat elektrike, është pjesa e baterive, që zë mbi 60% të peshës të makinave elektrike. Atëre, në rastet ka një gjatësi 6 deri në 7 vite, po dhe 8 vite varet nga cilësia dhe përbërja e këtyre baterive. Si do jetë fati këtyre, sepse dhe bateriat janë të kushtueshme, mund të kushtoj deri në 7-8.000 euro, pra nëse një makinë ke marrë për 12-13.000 euro, mund të jetë dhe përdorur, atëherë shumë shpejt mbaron bateria. Pra ne nuk kemi ardhur në këtë lloj skenari akoma, domethënë në këtë lloj prove. Sapo janë hyrje të reja dhe se kemi testuar. Pavarësisht se mjetet janë të përdorura, por për Shqipërinë është një eksperiencë e re, pra nuk kemi akoma dëme do të flas për amortizimin e mjeteve dhe të këtyre baterive. Pa kaluar pastaj te pjesa e ndotjes, se gjithë këto bateri ose do riciklohen ose do depozitohen gjikundi dhe do jenë ndotje toksike. Pra nuk ka një studim. Ka një pjesë të errët që ne ndoshta koha që nuk preket, akoma nuk preket sepse ky është një ndotja e akumulimit të baterive nuk është vetëm për Shqipërinë, sepse kemi ardhur në këtë fazë.
por besoj që është edhe në për vëndet e tjera të zhvilluara. Tani na ndihmo pak te kjo e ana e errët, sepse ne ishim mësuar me makina që na vinë nga Italia, Gjermania, apo nga një vend ku kemi një shqiptarët, pjesën tonë, si pasojë edhe historikut që krijojmë nga emigracioni. Tani jemi në këtë pjesën tjetër që ju thatë në hyrje, që është raporti me çmimin, kosto, cilësia, mënyra se si vjen, janë edhe të bukura, të rehatshme, luksoze i kemi parë, a i sa mund t'jenë luksoze. Dhe shumë të pastra, shumë komode. Është e vërtet, nuk e kam krijuar gabim të perceptimin. Është një teknologji shumë atraktive. Ndërkohë, Zënë Gjellari na futi te kjo pjesa e errët që ne se dim koston se çfarë mund të na ndodhë me baterinë, sa kushton dhe tek ndotja. Po, gjdo një përdorus si makina, të them të drejtën, është i pa informuar, sepse kjo është, edhe për vetë Bashkimin Evropian, është diçka e re. Dhe nëse në Bashkimin Evropian flitet për një tranzicion drejt makinave elektrike, ne si shtet akoma nuk kemi një mekanizëm, një strategji se çfarë do bëjmë në të ardhmen. Strategjia do të fillojë me infrastrukturën, që të përshtatem infrastrukturën të vim në ndihmë makinave elektrike, që janë edhe ekologjike. Por po ta mendosh si drejtues si një kompanie, në momentin e parë që ti importon diçka të re, patjetër duhet të importosh edhe burimet njerëzore, duhet të importosh edhe shërbimin, sepse në Shqipëri është mungesa e serviseve të specializuara për servisimin e makinave elektrike. Shpresoj që mos ndodhi, se nëse ndodh, ne shqiptarët i blejmë makinat me shpresë se s'do ndodhi, jo me standard. Jo në standard. Por për makinat elektrike, ta bëjmë pak më të thjeshtë edhe për qytetarët, është njësoj si të shkosh të blesh një telefon pa karikus. Të duhet telefoni pa karikus? Pra po t'i shofësh pikat e stacionit... Në çdo moment që do gjej stacion për karikim? Tirana i ka, më duket. Pikat e stacionit, Po kur ikëm me pushime? Këtë tani na i shpjegoj... Pikat e stacionit të karikimit të makinave elektrike janë të centralizuara kryesisht në zonat urbane, në Tiranë dhe në Durrës. Dhe pse janë këtu? I vinë në shërbim jo qytetarit, por i vinë në shërbim kompanive të taksive. Sepse ato kanë flotën më të madhe për kosto, i vinë në shërbim vetëm bizneseve private, nuk do t'i vinë qytetarit. Po makina elektrike është edhe një kosto tjetër që ti detyrimisht nëse ke një parking, nuk ke ku karikosh makinën. Jo, ta bësh parkingun që të karikosh dhe makinën. Pra do t'i vish në funksion makinës. Ose do të kesh një shtëpi private që t'i vish në funksion. Pra, infrastruktura mungon dhe jemi shumë mbrapa, se është një fluks i madh makinash elektrike që janë fund në tregun shqiptar. Dhe shteti shqiptar nuk ka marrë asnjë nismë për këtë. E kalon në rënje të lirë. Asnjë kontroll. I blen, siç thatë ju, për biznese, siç është biznesi i taksive, apo ka dhe qytetarë? Dhe qytetari në masën më të madhe, kush e zotron? Në masën më të madhe, blerësit e makinave elektrike janë bizneset. Pra, kompani që kanë flota të mëdhaja në shpërndarje dhe taksit për hir të çmimit të karburanteve që shumë i shtret, ndonjëherë disa biznese, edhe pse kanë mundësi për ta paguar ato, nisen nga cilësia e karburantit dhe shkojnë drejt makinave elektrike, po ndoshta tregtojnë edhe produkte organike dhe bio dhe duan të bëjnë diçka më atraktive edhe për të blerë makina ekologjike, më thonë çasje, ndërsa për përdorim s'ka as zhurmë. Ndërsa për familjarët ose për qytetarët e thjesht mendoj do të jenë makina me zero që blehen në koncesionar për një numër i vogël. Ajo që është më shqetësuese, të paktën në dijenin time, është që nuk ka një plan strategjik, qoftë nga qeveria, qoftë nga institucionet, për mënyrën se si do të administrohet ose për ndërtimin e kësaj infrastrukture për makinat elektrike. Sepse është e pashmangshme se janë direktivat e Komitetit Evropian dhe është po ndryshojnë të gjithë koncesionarët, prodhuesit e makinave, po ndryshojnë teknologjinë për të kaluar të këto makinat elektrike. Për sa kohë nuk ka dhe politika, me sa di përveç se taksës regjistrimit që është zero për makinat elektrike, me qënë se emetimin e kanë zero dhe janë komplet të zhburim i pasër energjie, dhe të vëshën e makinave të reja është zero, nuk ka ndonjë politik tjetër, incentiv nga qeveria, si që ka Evropa,
që të ketë korsit personalizuar, kush pajisit, kush drejton një makinë elektrike mund të lëviz në korsim, po të themi të autobuzave ose të taksive, apo të ketë një post parkimi, pra të kryojnë sa lehtësira në mënyrë që të nxisi dhe këtë pjesën e hyrjes së makinave të reja. Po tregu i sigurimeve, tani, si e sheh këtë fluks ose këtë qasje, këtë hyrje të re që ne po e analizojmë sot? Atëherë, me qënë se numri i këtyre makinave që nuk është më shumë se 5% i mjeteve totali që qarkullojnë në Shqipëri, nuk është se ka ndonjë veçanti. Ajo që është më shqetësu se janë makinat e vjetra që qarkullojnë që janë mbi gati 80%, janë mbi 10-15 vite, dhe këto hyrjet e makinave të vjetra që po hyn nga jashtë, këto përbëjnë një risk të shtuar. Por, makinat elektrike, aktualisht nuk është se kanë risku më i madh i kompanive të sigurimit është e kostot e dëmeve, në rast se ndodh aksidenti. Sepse nëse ka një dëmtim serios e makinat elektrike, dëmtojt bateria, pra mund të quhet që nëse një makinë është dëmtojt bateria, po thuaj se del jashtë përdorimit për makinat elektrike. Sepse nuk kemi ne këtu. Dëmtohet gjithmonë për rast se aksidenti, dëmtohet paketa elektrike, dëmtohet bateria, pra është jashtë funksionit. Dhe për kompanitë e sigurimit kjo janë kostot e riparimit që janë të larta. Përsa i përket makinave të... Çfarë propozohet, ose si mund të zgjidhet kjo, ose si mund të rregullohet nëse ka kërkesa specifike, ose si ka zgjidh bota, se ne zakonisht shohim modelet e pastaj i implementojmë sipas kushteve tipologjisë që ne kemi si vend. Përsa i përket aksidenteve, ose përsa i përket ligjit të sigurimeve, në 1 janar të këtij viti u fut edhe aplikimi i sistemit bonus malus, që u futën dhe elementet ose faktorët e riskut në përllogaritjen e një primi sigurimi. Pavarësisht se pati një ndikim, po është ndikim i vogël në rritjen e primeve sigurimit, të çmimeve të sigurimit, sepse të gjitha këto lidhen me qoftë edhe shtimi i mjeteve në rrugë, tipologjia e makinave, përbën faktor risku që do ndikojnë automatikisht në rritjen e çmimeve. Por që të gjithë hyrjet e këtyre makinave përbëjnë kostot të shtuar për Tani, po t'i referohemi shifrave, flota automjeteve vijon të jetë e vjetër sikur se e thatë edhe ju në fakt. Dhe në 2024, sipas drejtorisë, rreth 53% automjeteve të regjistruara ishin 9 deri 15 vjet të vjetra. 26% ishin mbi 15 vjet të vjetra dhe vetëm 12% rezultojnë në 4 vjet të vjetra. Çfarë na thot këto shifra që ne redaktorët i kanë arritur t'i sigurojnë, i kanë marrë për të kuptuar gjithë panoramën e këtyre automjeteve dhe në përqindje? Po, si përdorus i një mjeti edhe si zë kritik edhe i shtetit shqiptar, ky është realiteti se sa shteti merr nisma për të mbrojtur qytetarin. Për ta shikoj këtë, çdo qytetar është i pa informuar, i pa mbrojtur dhe blenin një treg informal. Dhe ato makina, në ato statistika, që mua më rezulton që 92% e mjeteve që qarkullojnë në Tiranë janë mbi 12 vite, që në Bashkimin Evropian është diçka... Po i shkarkojnë të gjithë mjetet. Dhe 92% që janë mbi 12 vite, këta kanë sjellë, po të shikosh vetëm serviset në zonat periferike, siç i ke farmacit në zonat urbane, i ke serviset në periferit. Në çdo rrugë niset, çdo 100 metra ke një servis. Pse? Sepse, si thonë anglezët, nuk jam aq i pasur sa të blen një makinë të përdorur dhe kemi arritur te kjo gjendje. Ne na kushton shumë lirë, por nuk e dim se sa na kushton. Dhe për këtë duhet një ndërhyrje shumë e shpejtë nga shteti shqiptar për ndaluar këto që asnjë makinë poshtë europesës nuk duhet importohet, sepse është edhe ndikim i madh në ndotje. Okej, është shtret, pa tjetër. Por të me mbash një makinë 12 vite, përveç siguracionin, kam çështjen e këndvështrimit tim ndryshe nga Venera, nuk jam i asaj fushë. Mund të ndërhyj po, se bashkëbisedimet. Do shkojmë te siguracionin në fund, por kam çështjet e tjera. Pjesët të këmbimit shiten për origjinale dhe nuk janë origjinale. Dhe shiten me çmimet e Bashkimit Evropian. E vërtetë. Tjetra, karburanti që përdorim është 180 lekë për litër, shumë i shtrenjtë dhe cilësia le për dëshiruar. Janë shumë kosto operative për makinën, që ne nuk i shohim, nuk i bëjmë llogaritin në fund të muajit. E di sa gjoba paguajmë ne?
Gjoba nga policia bashkake, policia e shtetit, edhe po të bëjmë një llogaritje, këto mund të jenë kosto shumë e lartë. Po e di sa është parkingu për makinat. Në çdo vend ku ta parkosh makinën, nëse je me fat që dish në vend, për 10 minuta do të paguash 2000 lekë. Pra, mirëmbajtja e një makine të përdorur në ato statistika është më tepër se sa paga minimale. Më tepër se sa paga minimale. Atëherë kjo dalim të konkluzioni që ne kemi më shumë mjete për frymë popullsie se sa në vendet e tjera, sepse 2 milion banor që jemi, që thuhet, supozoj që jemi publikuar në një studim të para 43 viteve që në çdo familje shqiptare, dhe pse jemi në këtë vendin e vogël, kemi 2 ose 3 automjete. Ndërkohë që të ardhurat për frymë popullsie nuk tregojnë, nuk janë në të njëjtin nivel tregues. Një pyetje që duket teknike, tani ne standardin Euro 5, të dëgjani, e zbatojmë apo jo? Ne nuk zbatojmë asnjë lloj standardi. Që në momenti kur ne manipulojmë kilometrat e makinës, sepse nuk ka asnjë filtr kontrolli parandalus. Pra, tu do të bëhet një nismë kombëtare, nuk do të shihet vetëm si çështje transporti. Këtu duhet politika kombëtare për automjetet që qarkullojnë, sepse ka të bëjë me siguri. Ka servise të palicencuar, nuk e di se çfarë lubrifikant është, çfarë pjesë shkëmbimi, çfarë kontrolli teknik. Edhe te makinat që kalojnë kontrollin teknik marrin një certifikat falso. Jo gjithmonë, jo gjithmonë. Unë flas me raste të dëgjuara, shumë makina dalin nga kontrolli teknik me dokument falso, në kuptimin që jo i merituar. Jo i merituar, jo falso. Se falso është kur e bëjmë diku kështu, po që me në shkelje të rregullave. Dhe kthehet në rrezik për të tretët, për të tjerët. Tani ne po shkojmë te Euro 6, apo është Euro 6 është standardi më i fundit i makinave. Po ne na premtoi kjo, pra po shkojmë drejt kësaj. Tani si do zbatohet? Kjo është diçka teorike. Në fillim ne do të fillojmë filtrin për makinat e importuara. Sepse gjithë këto flukse që vijnë nga tregu aziatik, ç'a ndodh? Kur i sillen koncesionarët, sillen makina të reja dhe janë konform të gjithë certifikatave, edhe janë biznese që janë të licencuar, që paguajnë tatimet, paguajnë gjitha. Shumica e këtyre mjeteve që vijnë nga tregu aziatik janë kompani që i sjellin, por nuk janë koncesionarët autorizuara që operojnë në vend. Dhe kjo bën që të sjellin makinat e përdorura, pra të sjellin gjithë këto, jemi bërë si ambar, si grumbullimi. Ndërkohë që edhe Evropa, po gjithë makinat, se deri në 2035 Evropa duhet që të shkëputen nga motorët klasik me djegje të brendshëm dhe duhet të kalojnë te pjesa të makinat elektrike. Tani, po pastrohet Evropa, po pastrohet Azia dhe po bëhemi hambari i grumbullimit të gjithë varreza e makinave të përdorura. Po, ideja është që ne përmendëm probleme me karburantin, me pjesë këmbimi falsa. Janë të gjitha zinxhirë që ndërlidhen. Është dhe kjo se çfarë vjen në Shqipëri apo pastrojmë ne Europën. Po atëherë këtu jemi përballë një skandal, ish fjalë e madhe, po një të panjohure e cila realisht mund na kushtoj shtrenjtë. Në të ardhmen po. Në të ardhmen po dhe kjo hyrje e pa kontrolluar vën në vështirësi dhe koncesionarët, vën vështirësi të gjithë grupet e interesit dhe kompanitë e sigurimit që paguajnë, sepse çdo mjet që ka çdo vit vjetërsie është një faktor risku që shtohet edhe një burim aksidenti, sepse ka amortizimin e mjeteve, ka kosto të lartë për çdo pajisje, ndërkohë që primi i sigurimit nuk rritet. Po është i njëjtë, se këtë do të pyesja. Është i njëjtë. Siguracioni i tyre, thënë thjesht, është i bazuar, i standard. Do ndryshoj vit mbas viti me një përqindje shumë të ulët. Kemi patur ne raste konkrete të përfshirjes në aksidente për ta treguar se çfarë realisht ka ndodhur, a bëhen më këto automjete, kur them a bëhen çështja e servisit që na mungon, po rrike këto të tregut aziatik tani. Ka raste në përditshmëri, të gjithë kompanitë janë ballafaqohuar dhe me kostot domethënë me limitin maksimal të dëmit të një makine, që është vlera e makinës. Ka patur goxha raste. Pra, nëse ne ndodhemi përfshiremi në një aksident me një nga këto automjetet, dëmi është jashtëzakonshëm, nuk flasim për restaurim. Dëm total. Dëm total. Quhet dëm total. Rrim pak e çmimet, përse më ngacmoi ajo që thamë më herët, Gjani, që lidhet me si janë, si vinë, tregu, e bëm një përshkrim joshos për ata që ndoshta dhe na ndjekin, sikurse patëm një peshore dhe për atë anën e errët të panjohurën. Pavarësisht se kjo që u tha tani nga zonja është pozitive për një njeri që se merr një makinë të re. Mund të jetë problem për të ardhmen, po që normalisht makinat e reja
dhe tani kanë hyrë dhe makina me kosto, sepse zhvilluar dhe teknologjia dhe prodhuesit dhe koncesionarët që janë të licencuar dhe që janë të rregullt, që janë dhe përfaqësuesit e firmave të makinës, e kanë transformuar dhe teknologjinë e tyre, sepse prodhimi i tyre bëhet me robotik, duke bërë me robotik, atëherë automatikisht ulin dhe kostën se kanë shmangur fuqi punëtore, orët e punës. Kështu që këto janë me kosto optimale, por janë tregtuesit zyrtar, ky është zhvillimi dhe ky është biznesi që duhet që qeveria të mbrojë, sepse sigurojnë cilësinë, sigurojnë standardet dhe janë të gjitha konform standardet gjithë siç i ka gjithë Evropa, meqense jemi pjesë e Evropës. Kurse prurjet e makinave të përdorura, ky është një burim i shtuar risku për të tërë. Hyn edhe makinat elektrike të përdorura, jo? Ato janë prodhimet fundit? Ka hyrje. Ka dhe nga ato të përdorura makine elektrike. Që hyn këtu? Që futen. Dhe madje ka dhe shumë. Të rejat janë vetëm ato që blihen në koncesionar, po unë kisha një këndvështrim timin, jo ndryshe nga Venera sa i përket kësaj, sepse Venera në dakord unë është e idesë që të kemi qeveria ose shtetit të ndërhy, që të subvencionoj qytetarët, bizneset, të kenë politika, incentiva që të promovoj. Subvencione, ndaj këtyre që të shkojnë drejt një makine të re ose elektrike. Elektrike. Por kjo më duket shumë e vështirë kur tregu është i mbytur me 92%, nëse ne kemi ngel si varreza e fundit që mirëpresim këto makina, atëherë ku do shkojnë këto makina dhe ekonomia e një zëvendësimi. Po ta shikosh nga një këndvështrim tjetër, tani ti e kupton ekonominë e një shteti, e kupton te makinat se çfarë përdor. Edhe primi i siguracionit patjetër është më i lartë, për kompanitë të siguracionit është më i lartë të një makine re se sa të një makine përdor, sepse është në bazë të vlerës. Atëherë me faktorët e riskut, makinat e reja kanë favorizim në çmim, në prim për sigurimin e detyrueshëm motorik për makinat e reja. Domethënë është faktor risku që është marrë për pozitiv për pjesën e primit. Makinat e vjetra quhen faktor risku dhe ju rritet primi i sigurimit. Jo në nivel të kompanitë e sigurimit kanë menduar diçka për këto makina patjetër që janë një risk i shtuar edhe për kompanitë e sigurimit, por edhe për rrugët ku ne udhtojmë. Dhe çfarë zgjidhje do merret sepse është një numër i madh makinash dhe ekonomia, mirëqenia e shqiptarëve nuk është në gjendje që të kalojë direkt sado të jetë një subvencion, të kalojë direkt te makinat me 0 kilometra. A janë të të sigurta se këto makinat që blejmë zakonisht ne të vendet e Bashkimit Evropian? Po unë, si që thash, kur blihet një makine përdor, ne nisemi me atë me shpresë se do na dalë mirë. Ose marrim një që një. Jo se nisemi se kjo makinë ka ndonjë standard. Po duhet një mekanizëm shtetëror që të kontrolloj çdo makinë që importohet. Nuk mund të bllokojmë tregun e lirë, shitjen e makinave, por duhet një filtr të kontrolloj, siç është kontrolli teknik. Bëhet një institucion, një digaster që të kontrolloj importin e çdo makine. A është me parametra, është e sigurt. Pse thatë pak më parë, Zotëgjani, që ne kemi dhe çështjen e servisit, ne kemi një mungesë informacioni, çdo lagje tashmë si marketet ka edhe servis, po them unë. Shumë mirë se janë dhe të punësuar ata. Por, parë pak tek buxheti pastaj dhe tek qasja dhe tek profesionalizmi, pse janë shqetësim? Tani, importi i makinave nga vendet azjatike, kryesisht nga Korea, është edhe një diçka e mirë për ekonominë shqiptare, sepse makinat nga Korea kërkojnë pjesë që vinë nga Korea. Edhe ka zhvilluar edhe sektor të biznesit që ka hap bizneset të reja, së bizneset aktuale kanë zgjeruar, kanë diversifikuar portofolin e tyre, nga pjesë të Komunitetit Evropian kanë futur dhe pjesë aziatike. Është një kosto e shtuar, sepse për konsumatorin që do mungoj kjo pjesë dhe ka një afat derisa të mbërri, por serviset, pikat e shitjes të pjesëve të kombimit kanë zgjeruar dhe po përfitojnë nga kjo, sepse është një numër i konsiderueshëm i makinave që janë futur këtu. Por serviset janë shtuar, por sa është kualiteti i këtyre, sepse ka të bëjë me jetën e njeriut. Dhe nuk është vetëm me përdorësin, siguria në rrugë ka shumë servise të palicencuara. Çfarë mekanikësh ka? Sa të zot janë, çfarë eksperiencë ka? Se mos ta ka nik në Gjermani ata të kualifikuarit. Çdo njëri nga ne besoj është përballur ndonjëherë në jetë me një servis. E para ke rrath të madhe,
Edhe e dyta, nëse merr makinën nga servisi, gjithmonë do kesh diçka për të shtuar. Dhe kjo ndodh nga standardi. Po të bësh një statistikë tjetër është sa kushton për shembull ndrimi i filtrave ose vajzë është diçka bazike dhe rutina që bëjmë, po. Njëherë 6 muaj, 2 herë në vit sa bëhet? Varet edhe sa njerëzit janë të gatshëm sa dhe e përdorin, po 2 herë në 6 muaj preferohet. Edhe në Shqipëri ka një kost 20 deri në 60 euro. Që është një kost minimale vetëm për orë punë, ose hak pune që mund t'i themi. Ndërsa në Bashkimin Evropian është diku te 80 me 200 euro. Po ne i blejmë shtrenjtë ato pjesët. Po flas vetëm orë pune. Ndërsa në Amerikë është 130 deri në $200. Por ti ke paguar lirë, po nuk ke marrë cilësi për shërbimin, nuk ke marrë dokumentim të asaj çfarë ke marrë. Ndërsa ke paguar 80-200 euro në Bashkimin Evropian, po ti ke marrë cilësinë e produktit, ke marrë dokumentimin, ke marrë garancin, ke marrë ndoshta merr edhe ndonjë kontroll teknik për atë ndrimin që është bërë. Dhe nuk është vetëm ideja se sa lirë është haku punës te ne, po do të marrim edhe cilësinë, çka na pengon neve është cilësia e shërbimit që ne paguajmë. Ku është vështirësia e kompanive të sigurimit për rastet e aksidentit? Se, momentin e parë merret makina, sigurohet dhe është në rregull. Problemi më i madh dhe vështirësia më e madhe e kompanive të sigurimit është kur bën vlerësimin e një dëmi të një mjeti të dëmtuar, dhe sidomos koreanët. Është shumë e vështirë të vlerësosh dëmin, sepse ti nuk gjen pjesë këmbimi, të porosisin servise duan minimalisht për ato kur nuk kanë gjendje një muaj që të vinë nga Korea, edhe serviset vetë që mund të, ose kompanitë që sjellin pjesë këmbimi që sjellin nga Korea, shpeshherë nuk janë në gjendje të llogarisin dhe kostot ose vlerat e një dëmit, dhe ndërkohë që klienti do makinën pa letret, pra ka një ti nuk mund ta rregullosh dot, as serviset nuk e marrin përsipër për të rregullojnë mjetin. Po rrezikon dhe imazhin, ndoshta të institucionit. Imazhi është kryesori, por dhe ndërkohë dhe një vlerësim real të mjetit të dëmtuar. Për ta dëmtuar nuk mund të bëhet për shkak të mungesës së këtij standardizimi. Kurse mjetet e Evropës që merren, se në Shqipëri punohet me katalogjet që janë të 4 rote ose me katalogjet gjerman që janë të gjithë të dhënat edhe vlerat edhe vlerësimet që bëjmë i bazën e këtyre, që janë të gjithë mjetet që qarkullojnë në Evropë, por ndërkohë që për mjetet e koreane është krejtësisht e vështirë për rastet kur nuk ka pjesë këmbimi, kur dhe serviset vetë autorizuara që mund të punojnë me këto mjete nuk janë në gjendje që të bëjnë një vlerësim paraprak për të dëmshpërbluar palën e tretë. Më lere shkush kemi reklama dhe rikthehemi sërish. Rikthehemi dhe do doja të përqendrohesha në këto momente pikërisht tek numri rekord prej 256.000 drejtues mjetesh të cilët rezultojnë debitor, nuk e kanë paguar taksat. Një dëm ekonomik që thuhet se kap shifrën $170 milion. Si do ta kuptojmë të dhe çfarë na tregojnë këto të dhëna? Fakt si shifër më duket shifër shumë e lartë dhe si ka mundësi që të jenë ka i detyrime pa mbledhur nga qeveria, sepse është zyrtare. Detyrimi fiskal mund ta mbartësh, por nuk shuhet asnjëherë. Kështu që të gjithë këto vite që mund të kenë 3-4 vite, ose mund të jenë dhe mjete që janë të dala jashtë përdorimit dhe nuk i kanë të regjistruar, atëherë paraqesin detyrimin për të paguar taksat e çdo viti që ka kaluar, pavarësisht se nuk janë paguar. Por detyrimet fiskale janë nuk parashkruhen. Pra vetëm në rast se nxjerr qeveria një një amnisti që nxori për periudhën e pandemisë, por që janë të gjitha detyrimet që duhen mbledhur. Po kishim dhe një amnisti tjetër tani para 2 ditë para zgjedhjeve, nuk di. Kjo ishte amnistia vetëm për gjobat e tatimeve, vetëm u tha që do fale. Jo, ishin edhe për gjobat e makinave. Po ishte vetëm për periudhën e pandemisë. Pra ishte një... Jo, a ishte për 5 vitet e fundit. Jo, u përcolla ashtu dhe nuk u bë ashtu. Se është debat politik këtu. A ishte vetëm për çështjen e zgjedhjeve, ajo, ndoshta, okay. Tani ti e di si janë fushatat, se kalove dhe vetë në kurriz gjë fushat, kështu që... Po prandaj duhet të jem zëri kritik dhe gjithmonë në mbrojtje të qytetarëve. Ajo çfarë thuhet, kjo shifra më le të kuptoj që nuk qëndron ai.
Po, pra, u tha që do të ketë një falje, një amnesti, u përgatitën para zgjedhjeve një pjesë e mirë e qytetarëve të cilët ishin debitor, pastaj funksionoi ashtu siç thotë zonja vetëm për një periudhë dhe që mund të jetë e papërfillshme. Megjithatë, kjo do të rëndojë, sigurisht, rëndon mbi të ardhurat që duhet të mblidhen dhe planet tatimore që ata kanë bërë, por edhe nëse vazhdohet kështu, ne sigurisht rëndon edhe tek buxheti familjar i qytetarëve, se ato kanë edhe kamatat, kanë edhe Gjoba dhe kamata janë të shoqëruara bashkë, sepse është principali, është gjoba dhe është dhe kamata. Dhe nëse koha ecën, edhe ato nuk ndalen. Jo. Se duhet thënë kjo. I vetmi këshillim që marrim ne nga policia rrugore është, ik paguja sot se ke 50% ullje. Ullje, taks, gjobë. Të gjobës. Gjoba minimale është për 3.000 lekë të reja. Në të kundërt një sensibilizimi për dërusët të makinave nga policia rrugore nuk do t'jetë kjo. Po do t'jetë diçka që parapri qytetare që mos shkoj deri aty te ajo shkelja rrugore që bën dhe të marrë gjobë. Po ka një perceptim se ne blejmë makina, por nuk i paguajmë taksat. Rezulton kjo? Jo, as pa kjo. Nuk lëviz do të, sepse ke polici në çdo rrethullim, në çdo 200 metra ke polici dhe ti duhet ta kesh patjetër siguracionin e makinës, kontrollin teknik, është diçka e detyruar. Mund të jenë dhe mjetet e vjetra që janë të paregjistruara? Mendoj që janë një numër i vogël. Shifra ka që lartë? Ose mund t'jenë në varreza makinash, por që lëvizin në rrugë du t'jetë diçka teknike që akoma nuk kanë arrit. Me shifra zyrtare, se dhe mua do duhet në njëherë të më ndërhyrën për këto çështje, nga regjia janë 30% që nuk paguajnë taksa, shifër zyrtare kjo. Pra ne kemi në tregun tonë 30% të automjeteve të cilat nuk i paguajnë taksa. Kështu që do të gjane... Përsëri dalim aty, gjendja ekonomike e shqiptarëve tregohet të kjo. Po kjo bie ndër se kemi nga dy makina shtëpi. Lloj makinave që përdorin dhe se sa aftësi paguese kanë, nuk paguajnë dot edhe gjobat. Kjo pastaj duhet, nëse nuk i paguajnë taksa, kjo reflektohet edhe në rast të aksidentit të kompanitë e sigurimeve. Jo. Okej, ka dhe mjete që janë të pasiguruara, por është niveli i mjeteve të pasiguruara është më pak, është diku më pak se 10%. Sepse nëse ti shkakton dëm, ligji është mirë i përcaktuar dhe paguash ti dëmin, për sa kohë ti nuk ke një polic sigurimi. Çfarë ndodh në rastet e tilla kur ke bërë aksident dhe nuk i ke paguar detyrimin? Atëherë, në bazë të kodit civil, çdo dëm që i shkakton një të treti, kushdo qoftë, ti je përgjegjës dhe duhet ta paguash ti. Në momentin që mjetin tuaj e siguron me një polic sigurimi për përgjegjësinë ndaj palëve treta, atëherë automatikisht kjo përgjegjësi kalon kompanisë së sigurimit dhe kompania e sigurimit paguan çdo pasojë që mund të jetë dëm material ose jo material. Në rastin se nuk ke një polic sigurimi, automatikisht dëmin do ta paguaj shkaktari i dëmit. Por nëse është një dëm motorik dhe dëm material i vogël mund ta përballoj. Po të jetë një dëm e pasojë vdekje që ligji ka parashikuar dhe limitet e mbulimit të dëm shpërblimit edhe për rast vdekje, edhe për rast edhe për mjete, edhe për ngjarje, edhe për individ që është vlerë shkon deri në 250 milion të vjetra, atëherë është një përgjegjësi shumë e madhe. Zogjani, dhe si përmarrës të tregun automjeteve, mua më shqetëson ajo që u tha që ne jemi bërë si një vend grumbullues për automjetet e vjetra të fqinjve, apo edhe më gjerë të Europës, se s'blem nga Kosova dhe nga Maqedonia, se po flasim për këto pjesë e Bashkimit Evropian, Italia, ndoshta edhe nga Gjermania që na vinë. Mendon se në një të ardhme të afërt ne do të përqafojmë këto automjetet ekologjike të cilat nga tregu aziatik kryesisht, për të cilat po flasim sot, dhe nëse e ke menduar ose analizuar sa kohë mund të na marrë dhe çfarë kostoje mund të ketë. Pra që unë si familje të vendos, nisur nga oferta në treg, nisur edhe nga ato shërbimet që janë ndoshta më minimale, marr një makinë të bukur dhe shes një automjet, pastaj kostoja që mund të krijohet, humbje, fitim, do ta marr një periudhë të gjatë, cila është nuhatja edhe si përmarrës, apo do të vazhdojmë që ndrojmë fort me ato makinat që pastaj duket sikur jemi vendi pa zhvilluar, nuk flas për ato panajirave, se janë tjetër histori, ato që i ruajnë për gjëra lukse.
Nëse Shqipëria do jetë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2029, siç premtohet nga Kryeministri, patjetër ne jemi të detyruar që brenda vitit 2035 të gjitha makinat duhet të jenë ekologjike ose duhet të jenë të prodhuara para 5 viteve. Por për pyetjen që bëre ti se sa vite do duhen, unë mendoj që duhet një kohë shumë e gjatë që gjithë përdorësit e makinave të kalojnë nga makinat që aktualisht janë 15 vite të përdora në makinat e reja. Është mirëqenia e çdo përdorësi, se sa është aftësia paguesa atyre, sepse makinat elektrike kanë një kosto të lartë, makinat me 0 kilometra po ashtu kanë një kosto të lartë, pa llogaritur në kosto fillestare po thua? Në blerje, pa llogaritur dhe mirëmbajtjet. Që mirëmbajtja për një makinë sot shkon më tepër se sa paga minimale. Dhe kjo nuk kam një përgjigje të saktë se Makinat me djegje të brendshme. Makinat me djegje të brendshme, patjetër. Ka kosto mirëmbajtje, ka kosto mbi më tepër se sa një pagë minimale, ndërsa për makinat elektrike është blerja e parë që të kushton, pastaj mirëmbajtja përveç baterisë që ajo është me garanci, blerja është shumë e lartë dhe nuk e di se sa është aftësia paguese e shqiptarëve kur kanë 170 milion euro pa paguar taksa, më duket shumë e pamundur kjo. Nëse nuk kanë një ndërhyrje nga shteti që jo të sensibilizoj qytetarit, por të sensibilizoj veten në rast parë, të jetë një politikë kombëtare që ne të shkojmë drejt ekologjikës. Askush nuk mendon çfarë ndodhje shkaktojnë këto makinat që janë 20 vite në treg. Nuk po llogarisim betonin që na mbyt në Tiranë, po kemi edhe makinat e vjetra që lëvizin. Që e thatë që le blejmë edhe pjesë këmbimi të cilat janë të dyshimta. Pra nuk janë origjinale, kur them unë të dyshimta. Çka na e rrit kosto, meqense po flasim për këtë. Por po ashtu gret edhe një shqetësim tjetër që ja ka pjesë këmbimi për këto automjete të reja, cilat ne po i përqafojmë si qasje, si trend. A mendoni se mund të na kthehet dhe kjo në një shqetësim që në fundit edhe për kompaninë sigurie mund të ketë një lloj patjetër janë të gjitha kostoje. Shqetësimi të ardhmes është që me këtë rënje të kësaj popullsie, do bien dhe njerëzit do blej makina. Kështu që nuk i dihet, domethënë, ne jemi një rrudhja, pra ju rrudhja është patjetër shikoni si ose ika e të rinjve? Ika e të rinjve edhe zvoglimi popullsisë do zvogloj edhe aftësinë blerëse të këtyre mjeteve. Mjetet me elektrike kanë kosto mirëmbajtje. Do t'i bësh njërë në vit, që do bëjnë 100 ca kilometra dhe do 100.000 kilometra dhe do ketë një restartim, do më thënë ka më pak, kostot mirëmbajtje janë shumë të ulta se motorën me djegje të brendshme, makinat klasike. Makinat klasike kanë mesatarisht 20-22.000 lekë të reja vetëm karburant. Po të futësh pjesën e ndrimit filtrave, si që përmëndi Dori, që minimalisht, po të futësh pjesën e siguracioneve, taksave, pra shkon tek paga minimale. Parkingun dhe gjobat, dhe këto janë kosto. Të gjitha këto janë pjesë, po parkingun do paguash edhe për makinën elektrike. Po nëse do ishte një transport publik, ekologjik dhe me cilësi të lartë. Po problemet janë nga më, do me thënë, se mos harrojmë se vetëm 16% e jona përdor makina, është pjesa më madhe e popullsisë që nuk përdor makina. Shko, neve jemi vendi jo, vetëm në rajon, i vetëm vendi në Evropë që s'kemi tren, që kishim dhe s'kemi, por nuk kemi transport publik, edhe në Tiranë është shumë i cunguar, në përrethë është shumë i cunguar, pra ne nuk kemi transportit publike, ne kemi privat, nuk kemi transportit të mirëfillta publike që të mbuloj gjithë territorin e vendit. Dhe kjo ka sjellë në pjesën e individëve të gjejnë zgjidhje duke marrë mjete. Sepse këtu dhe brenda Tiranës ka shumë zona të janë pambulluara me transport publik që e vuajnë dhe detyrojnë që të vime në qendër me makinë, për të sjellë fëmijët në kopësht, janë zona që janë periferit e Tiranës, që mund të janë dhe zona shumë të mira, por që nuk kanë transport publik. Kjo përbën një shqetësim. Tani do kemi edhe një problem tjetër, me që jemi në fazën turistike, që dështohet përdorimi makinave në treg, gjatë periudhës sezonit verës, qoftë makinave me djegje të brendshme, qoftë elektrike. Dhe
qoftë turisti, qoftë shqiptari nuk është i mirë informuar për pikat e karikimit dhe ai mund të marrë një makinë elektrike në Rinas dhe përfundon në ngel në mes të rrugës, se nuk ke edhe një hartë ku janë të pozicionuar. Po shiko, ne s'kemi teori e hartë për zonat që mund të vizitojnë, për muze dhe për këto, kur mbrin këtu së është çështje turizmi. Nëse kjo është një temë tjetër, sot kemi... Jo, unë shpresoj që bashkë me këto të bëhet edhe kjo pjesa e broshurave të informimit, që shumë e rëndësishme se ku mundet që ta karikojnë pra një automjet, dhe ose sa akses kanë. Personalisht e si përmarrë, çfarë automjeti do preferoj, nëse do më përgjigje, se pastaj është... Them drejtën, unë kam një eksperiencë me makinë korane dhe jam shumë e kënaqur. Ashtu, e? Po. Prej Jam sa vitesh? shumë i kënaqur, prej 3-4 vitesh. Se mua më të këto 2 vitet e fundit ka lulëzuar, apo jam unë shumë brapa? Jo, ka më Bërë më tepër, sensibël, ka që më në tepër. 2015 kanë ardhur makinat e para. Tani është bërë më virale edhe në rrjetet sociale. Volkswageni ka sjellë makinën e parë dhe kanë qenë disa institucione shtetërore, posa më duket shqiptari që mori makinat e para, po në 2015 janë fillesat që kanë ardhur makinat e para elektrike në Shqipëri. E kuptoj. Pra, ti personalisht je i fokusuar te këto automjete janë luksoze? Përveç se ne shohim nga jashtë, unë s'ka parë një makinë. Janë shumë luksoze, janë shumë të pastra, por unë e shoh edhe si drejtues i një kompanie të këtij sektori, dhe preferoja që njerëzit blenë një makinë për dorë. Si, ma thoi dhe... Do preferoja që njerëzit blenë një makinë të përdorur se sa një makinë të re. Që biznesi do zhvillohet më tepër kështu, ndërsa një makinë e blerë me 0 kilometra, praktikisht nëse janë 350 servise në tregun shqiptar me këtë statistikë që unë kam, atëherë ata do i mbyllin çepenat. Do rritet papunësia, sepse një makinë e blerë me 0 kilometra, do shkoj të Venera dhe marrë një siguracion full kasko, së është i detyruar për të marrë full kasko, dhe të shkoj të koncesionari. Dhe ndryshe nga shërbimi që ofrojmë ne 60 euro, do paguaj 300 euro për një ndrim vaj filtrash. E kuptova. E kjo është... Kemi dhënë një informacion shumë interesant sot, kemi analizuar edhe shifrat, mos në bete gjë tjetër, vetë se t'ju falenderoj, ishtë me mua studio. Falenderit për ftesë. Gjithsa u thash dhe në faqen tonë zyrtare, mëtësën në TV.al, nëse keni interes për të kuptuar se çfarë ndodh në tregun e automjeteve në vendin tonë, bashkë do të ndajemi këtu shihemi nesër në mëtësën e live në orën 10.